udhëtojmë për Londër, do shkojmë në Londër te kushëriri, se ishte ditëlindja e djalit të vogël, edhe do shkojmë që të festojmë se Dimitri do që të vej të kalojë ditëlindjen bashkë me kushëririn e tij, edhe pse jo thamë të shkojmë për 2 ditë edhe të kalojmë bukur. Neve u nisëm me tren, si shikoni, se është shumë e thjeshtë, shumë udhëtimi rehatshëm me tren për neve, edhe për 2 orë jemi në King's Cross, ku ndalon treni, edhe është një nga stacionet më të bukura në botë të trenave. Aty është King's Cross, edhe bashkë është edhe St. Pancras, do me thënë është dhe stacioni ku nisen trenat për Francë, për Gjermani, edhe për shumë vende të tjera. Këtu në St. Pancras punoja kur jetoja në Londër, edhe doja të kaloja të shikoja një çik vendin, se nuk isha kaluar para një muaji që erdha prapë në Londër, edhe më kishte munguar. Ja, i gjithë ky vendi këtu ishte fiks ku punoja unë, kur jetoja në Londër, edhe kur isha staxhane me Dimitrin, që kështu i tregova se ku punonte mami, kur jetonim në Londër, edhe më tha, e di e mbaj mend ku punoje. I thash, ku e mbaj mend? Po e mbaj mend, tha, unë isha në barkun tënd që kështu e mbaj mend. Tani thoni dhe juve, kjo është pema që kanë dekoruar aty, edhe çdo vit bëjnë një dekor tjetër, një pemë të ndryshme në St. Pancras, edhe është gjë shumë e bukur, me tema të ndryshme çdo vit. Shikoni sa të bukur që kanë bërë këtë vit. Edhe kaluam që ta shikojmë. Tani po ikim të shkojmë te shtëpia e kushëririt. Shifemi. Ciao ciao.